Sot në mbar botën shënohet dita e luftës kundër korrupsionit. Por të shohim se çfarë mesazhi kanë qytetarët e Gjakovës për këtë ditë. Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit, qytetarët e Gjakovës mendojnë se një koordinim ndërmjet vetë qytetarëve dhe institucioneve qeverisë mund ta luftojë këtë dukuri negative në vendin tonë. Para së gjithash, secili prej nesh, prej qytetarëve, prej popullatës në përgjithësi, janë përgjegjës për të gjitha gjërat që ndodhin në vendin tonë. Edhe gjëja elementare e cila duhet marrë parasysh është se secili prej nesh duhet me reagu që këto gjëra mos më ndodh. Përndryshe, edhe qeveria normalisht e ka përgjegjësinë e vet, edhe përgjegjësi shumë të madhe, parasysh se ajo është celula e parë për të cilës nuk guxojnë me ardhë të gjëra e ne të tjerë natyrisht duhet me kontribu që mos me ardhë e mos me leju me ardhë të korrupsioni. Disa të tjerë cilësojnë si sëmundje që e ka kapluar shoqërinë kosovare. Korrupsioni është një sëmundje kanceroze, e cila është dhe vazhdon të shfaqet në gjithë botën. Kjo sëmundje është një gangrenë e cila luftohet jo vetëm për pushtetarëve të pakorruptuar, por edhe për vetë qytetarëve. Nuk e di a ka arrit në shkallë tillë shoqëria që të denoncoj rastet e tilla. Por gjykoj se aktualisht jemi në një fazë kur akoma nuk kemi atë forcën e fuqinë njerëzore, humane e tjera për të denoncuar gjitha ato raste tilla korruptive. Por kanë nga ata që e pohojnë se niveli i lartë i papunësisë është njëri ndër shkaktarët kryesorë të rritjes së nivelit të korrupsionit. Mos puna edhe njerëzit që nuk e meritojnë me qenë në punë, ata e shfrytëzojnë edhe më shumë korrupsionin. Korrupsioni duhet ta ndalin sidomos street, por punësim sa më shumë të gjithë. Apeloj pak në mbledhin me pak. Një të këshyrin edhe poplin, se pa popull nuk mund mërnu as ata më duket. Se kur mos ishim na, edhe ata s'kanë vend s'kanë punu. E kjo si gjirë puna. Qytetarët mbesin me shpresë se në të ardhmen e afërt edhe Kosova do të dalë nga kjo gjendje. Raporti i fundit i progresit i Komisionit Evropian vlerëson se lufta kundër korrupsionit ende mbetet sfidë për institucionet kosovare, ndërkohë që përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, të cilat monitorojnë institucionet vendore, vlerësojnë se deri më tash ka munguar vullneti politik për një front gjithëpërfshirës të luftës kundër korrupsionit.